Kush ka fajen që Kosova ishte nën sanksione nga BE? Për 2 vite, Kosova ka humbur miliona euro. Bashkimi Evropian ka hequr të gjitha masat ndëshkuese ndaj Kosovës të vendosura në qershor të vitit 2023, duke zhbllokuar edhe ndihmën financiare që kishte mbetur pezull. Këto masa që përfshinin ngritjen e fondeve dhe pezullimin e bashkëpunimit të nivelit të lartë, erdhën si pasojë e tensioneve në veri të vendit, pasi kryetare shqiptare të 4 komunave në veri morën mandatin. Gjatë afro 2 viteve, pasojat financiare për Kosovën kanë qenë të mëdha. Rreth 613.4 milion euro projekte janë prekur, duke mbetur të bllokuara ose të shtyra, ndërsa 7.1 milion euro janë humbur plotësisht për shkak të kalimit të afateve. Po ashtu nga Bashkimi Evropian ka vlerësuar se Kosova humbi shumë gjatë vitit 2025 për shkak të ngërgjit politik. Komisioni Evropian ka njoftuar se tashmë do të ketë riangazhim të plot me institucionet e Kosovës me synim rikthimin e vendit në rrugën e integrimit evropian.